Lagja numër 2, pallati 89. Lagja numër 2. Shkruaj. Pallati 89. Kjo shtëpi e parapunës është në pronësi në emrin e bashkëshortit tim. Bashkëshorti im ka patur 2 palë fëmijë, nga humja bashkëshortës parë ka dhe një djalë. Kjo shtëpi është 2 palë fëmijëve, kam dashur me shit, normalisht me marrë secili pjesën e vet, se kështu i takon, s'mund ta qeson, ai është fëmia i parë që ka lind në këtë banesë. Jam kthy me pasaportizim në Lezhë, e kam vënë shtëpinë në shitje, kam dashur me shit dhe mi dhan secilit pjesën e vet. Tani ra tërmeti. Kam marrë dhe kam bërë letrat. Fillimisht kam thënë është DSP-sa dëshemet pallati, madje për këtë kam biseduar edhe me Ameta indirekt, me mesazhe, më kanë thënë merr shemet këtu ti e merr në Lezhë se ki kthy pasaportizimin atje. Mirë po, kur kam bërë letrat, ma kanë bërë letrën DS3. Kam marrë bonusin në qëras 3 vjet, 3 ose 4 muaj, se ma i vend saksisht, po dikon 3 vjet, 3 ose 4 muaj. Kur vjen momenti, kur kam ardhur me pa, kam gjetë punëtor, që më thanë ka hi firma, kam gjetë punëtor, ne jo në aty, që kam thënë asnjë gjë, me thanë që hiqi dyrt, sepse dyrt janë shumë të kryesora, paktën ti rregullojmë nënsore, sepse për ndryshe nuk e kena fundin. Jam interesuar kjo bashkia. Me thash, po pse vetëm dyrt? Se nëse është rikonstruksion i thelluar, do thot me hedh gjitha sovotimet në tokë. Rikonstruksioni i thelluar, unë kam pyetur dhe inxhinierat, do thot nuk preken vetëm kolonat, çdo gjë do të hidhet në tokë, gjëra që s'është bën asnjë as s'marrin. Kur ka ardhur momenti, ja ku dyrt, vetë përfaqësuesi i bashkisë me firmën, më ka thënë hiçi dyrt i kena hek dhe jashtë, ju shihni vetë se si është zënja. Jam interesuar ke bashkia dhe më kanë thënë jo, nuk përfiton, sepse shteti nuk ka fonde për t'i bë ashtu siç mendon ti ju, siç mendoj unë, po siç na ke thënë ti. Ke parasysh, shpërblimin DS3 unë s'kam marrë asnjë lek. Kur jam interesuar për shpërblimin e DS3-shit, më kanë thënë, Këshilli i Bashkisë ka marrë një vendim tjetër. Çfarë? Nga DS3 ka kalu DS4 për rikonstruksion të thelluar. Shikoni ju ku është bën rikonstruksioni i thelluar. Ju tham shihni edhe mrapën, nëse a prek mrapa pallati ose nëncore. Unë jetoj në Lezhë me qira, kam qira 200.000 lek. Menimet e familjarëve e kam përballu. Me borxhin e përbanka e kam përballu. Nuk i kërkoj gjë shtetit, më fal, i kërkoj shtetit atë që më takon për rindërtimin. Ose të më thot, jo, Edi Rama nes na ka dhënë fonte, se kështu ma kam thënë ke bashkia. Unë kam shku me gazetarë dhe herën tjetër ke bashkia, më kanë thënë në mënyrë më absolute. Plus kësaj, shtëpinë time e ka dëmtuar dhe ndërtesa poshtë vëlla. Jam anku dhe për ndërtesën poshtë, ja, shisi ma ka izolu balkonin, shoqi. Si mundesh me hinë në shtëpi tjetrit ti. Dhe në mënyrë më absolute kam bërë kërkesë, mas kërkesë, i kam kërkesat aty, nuk ka marrë asnjë lloj mase bashkia. Tashi, nëse këta e bajnë se na jena të PD-s, ato janë